që në momentet e para, si shërbimi kryesor i qarkut Lezhë, po edhe të Bashkisë Kurbin, kemi qenë për evakuimin e gjithë gjës gjallë që ka qenë e nevojshme për ta lëvizur nga këtu. I gjithë pellgu këtu në fakt ka qenë në ujë për disa ditë. Uji tashmë po evadohet, por që në Kurbin kemi raste të shumta që na ka kriju problematik rreshtet e ditëve të fundit. Ne do të jemi pranë çdo banori, çdo qytetari, nuk kemi orar, jemi në një situatë tani që do jemi çdo fermieri dhe blegtori pranë për t'i ndihmuar, për t'i asistuar, për t'i ardhur ndihmë edhe me ushqimet e nevojshme për kafshët, por edhe evakuimin në rastet ku është e nevojshme që duhet t'i heqim për shkak të prurjeve të shumta.